Në një kohë kur bota përballet me pasiguri, krizë vlerash dhe individualizëm të thellë, në zemër të Shkupit ekziston një hapësirë ku mendimi kritik, edukimi etik dhe humanizmi praktik janë në qendër të çdo aktiviteti. Bëhet fjalë për Akropolin e Ri, një qendër kulturore dhe filozofike që promovon filozofinë jo si një disiplinë të largët akademike, por si mënyrë jetese. Sot kemi kënaqësinë të vizitojmë hapësirat e qendrës dhe të bashkëbisedojmë me vullnetarët dhe përfaqësuesit e Akropolit të Ri në Shkup, të cilët përmes punës së tyre, organizimeve, ligjëratave dhe aktiviteteve sjellin një frymë të re dhe mbështetje edukative. Çfarë është Akropoli i Ri? Prej sa vitesh funksionon në Shkup, për angazhimin dhe misionin që ka kjo qendër, na përgjigjet Denis Raufi. Atëherë Akropoli i Ri është një qendër kulturore dhe filozofike, ose ndryshe ne i themi një shkollë filozofie. Është një qendër në të cilën ne mundsojmë që njerëzit të mund të njihen më afër dhe më thellë me filozofinë dhe gjithashtu me psikologjinë. Akropoli i Ri është shkollë në të cilën njerëzit vinë këtu, marrin mësime, por gjithashtu edhe edukohen që mësimet të cilat i bëjmë, të mund t'i vendosim në zbatim. Pra është një qendër ose një shkollë ku çdo njeri ka mundësi që të gjej veten e tij dhe të mund të shërbej te shoqëria në mënyrë aktive. Pra kjo është edhe misioni ose roli i Akropolit të Ri, ose ajo sepse është themeluar, që të mund të krijojmë një shoqëri e cila do arrijë të vlerësoj dijen dhe vlerat ose virtytet në mënyrën me të cilën ne jetojmë jetën. Atëherë si qëndron edhe interesimi nga të rinj për të bërë pjesë e qendrës tuaj edhe nga cila grup mosh keni më shumë interesim? Atëherë Akropoli i Ri në Shkup ekziston gati 12 vite dhe për gjatë gjithë këtyre viteve ka një interesim shumë të madh nga të rinjt, grup moshat me të cilët më shumë ne përballemi ose hasemi në përditshmëri janë nga 20 deri në 40 vjeç. Pra ka një larmishmëri të grup moshave, megjithëse ajo që mësojmë këtu është më shumë rëndësia e konceptit të njeriu dhe bashkëveprimi ndërmjet tyre. Dhe gjithashtu një element shumë i rëndësishëm është se si gjitha grup moshat ose gjithë njerëzit që e frekuentojnë Akropolin e Ri të mund të mësojnë mbi rëndësinë e multikulturalizmit dhe interkulturalizmit, pra që të mund të njohim kultura të ndryshme, mentalitete të ndryshme dhe gjithashtu të mund të bashkëveprojmë, pra që na mëson interkulturalizmi, të bashkëveprojmë me njëri tjetrin dhe kështu të mund të bëhemi sa më shumë njerëzor. Megjithëse në ditët e sotshme humaniteti është sikur është zbeh. Dhe ajo që ne përpiqemi të bëjmë është të shohim se sa e rëndësishme është të qenurit njëri dhe të mund të vlerësojmë çdo njeri për atë që është. Më thuaj pak më shumë se qendra juaj funksionon me vullnetarët dhe me të gjithë pjesëmarrësit që jeni pjesë e qendrës tuaj. Si ndani detyrat, si ndani edhe obligimet e shumta që i keni si komunitet dhe qendër? Po, Akropoli i Ri ka 3 sektor kryesor. Është vullnetarizmi, filozofia dhe kultura. Gjithë Akropoli i Ri funksionon në baza vullnetare. Pra vullnetarizmi është një sektor në të cilën ne mësojmë nga vetë termi, nëse e shohim vullnetarizëm vjen nga vullneti. Pra se si njerëzit mund ta përdorin vullnetin e lirë që të mund të ofrojnë dhe shërbejnë për njerëzit e tjerë. Pra vullnetarizmi është ajo mënyra me të cilën ne mësojmë se si të shërbejmë. Pra si të shërbejmë fillimisht për veten tonë, pra që të mund të jemi njerëz më të sjellshëm dhe gjithashtu njerëz më të aftë. Në momentin që ne e bëjmë këtë sjelljen dhe aftësinë që ne e fitojmë tek vetja jonë, të mund ta shërbejmë ose të mund ta ofrojmë për të tjerët. Pra ajo që ne mësojmë ose ajo që na mëson vullnetarizmi është të ofrojmë, të shërbejmë pa pritur asgjë në shkëmbim. Dhe kur them vullnetarizëm ose ofertë shërbim, nuk do të thotë vetëm të shërbejmë aspektet materiale, por që të mund të ofrosh dhe shërbesh për njeri është që të mund të ofrosh pjesën tënde më të mirë ose atë dashurinë që keti për njerëzoren ose atë njeriun me të cilën bashkëpunon. Pikërisht në këtë formë, mënyra me të cilën është organizuar dhe strukturuar Akropoli i Ri është që normal secili nga ne që jemi antarë dhe pjesë e kësaj shkolle e filozofie kemi detyra konkrete të cilat i parapërcaktojmë, ku kemi sektore të ndryshme, për shembull siç e shihni kemi plot libra që dikush përkujdeset për libra, sektorin ne quajmë sektori bibliotekës, sektori i
rrjeteve sociale, integrimit, i organizimit të aktiviteteve, pra secili nga ne ka një detyrë konkrete dhe gjithashtu dikush nga ne i cili ka dëshirë dhe ka një aftësi të tillë, pastaj merr përsipër edhe të ç't mund të ligjeroj ose të mund t'i transmetoj mësimet të cilat ne i praktikojmë tek shkolla jonë. Gjithashtu një segment shumë i rëndësishëm është në të vërtet vullnetarizmi, që lidhet paksa me këtë konceptin e filozofisë dhe që filozofia nuk kupton dashurinë ndaj dijes, është që ne të mund të mësojmë vazhdimisht në kontinuitet. Pra, dija dhe edukimi i njeriut nuk përfundon ndonjëherë. Dhe ajo që është e rëndësishme është që këtë dije dhe këtë edukim ne të mund ta ofrojmë fillimisht për shoqërinë, komunitetin në të cilën ne bëjmë pjesë të Akropoliri, por gjithashtu edhe tek shoqëria në përgjithësi dhe te sektorët në të cilët ne kemi bashkëpunim ose raporte në përditshmërinë tonë, tek punërat tona, tek familjet, tek shoqëria më e gjerë e kështu me radhë. Një vend ku njeriu përballet me vetveten, me pyetjet thelbësore, me të kaluarën, të tashmen dhe idealin e së ardhmës. Për të ditur rreth orëve mësimore të psikologjisë dhe filozofisë, na përgjigjet Agona Irullahu. Atëherë, synimi i mësimeve të Akropolitëri mund të sublimoj në 3 pika kryesore. Pra, përpiqemi të mësojmë njerëzit ose nxënësit të cilët vinë te Akropoliri te kush janë, nga vi dhe kush vjen. Pra, mund t'i përgjigjen këtyre pyetjeve të pakoshme, kisha thënë. Duke u nis nga kjo, ne i ndajmë mësimet në, mund të them, 3 pjesë që lidhen me njeriu, lidhen me botën dhe me interpretimin me aq sa mundemi të universit ose pozicionin e njeriu në botë dhe në univers. Sa i përket pjesës së njeriut, natyrisht mësimet ndahen edhe tek pjesa e filozofisë dhe psikologjisë, i cili është edhe qëllimi kryesor i këtij kursit, dhe tek pjesa e psikologjisë, mësimet janë sikur sinteza shtaçe, pra ndarja shtaçe e njeriut ose përbërja shtaçe e tij, kompleksiteti që ai përfshin. Burimet e stresit, natyrisht se çfarë burime të stresit ka tek përditshmëria jonë, duke u nisë se jetojmë në një ambient shumë dinamik tek përditshmëria jonë. Pastaj kemi ngritjen e vetdijes dhe se si vetdia ndihmon që neve të shkojmë përtej këtyre streseve, përtej këtyre problematikave që na hasin, që hasim tek përditshmëria jonë, dhe kështu ne të mund ta jetojmë një jetë sa më të qetë dhe e fundit tek pjesa e psikologjisë mund të themi që mësojmë për nxënësin e jetës ose mentalitetin e nxënjes së vazhdueshme, në mënyrë që njeriu mund të kalojë dhe të kalojë në një nivel tjetër njerëzor tek përditshmëria e tij dhe po të njëjtat eksperienca pastaj mund t'i transmetojmë. Te pjesa e botës pastaj mund të themi që mësojmë për filozofinë dhe qytetrimet. Pra, filozofia duke u nisë nga filozofët e famshëm, Pitagora, Sokrati, Platoni, Konfuci, Lao-Tse, Buda, pra pastaj qytetrimet kemi Greqinë, Kinën, Tibetin, Indinë, Persinë, Arabinë. Gjitha këto qytetrime si forma qytetruese dhe si forma edhe model të cilën ne mund ta aplikojmë tek përditshmëria jonë, si model i cili do të na shërbejë dijet e pakoshme të cilat kanë ekzistuar tek ato qytetrime, t'i sjellim te modernja dhe kështu ne mund të bëhemi gjithashtu njerëz të qytetruar, nëse mund të themi, dhe pjesa tjetër, njeriu dhe kozmosi, lidhet me pjesën e universit, ose sikur që thash më herët, pozicionin e tij në univers, lidhet me logjikën e jetës, pra cili është synimi i njeriu, pse ekziston, pse përballet me sfida, si mund të rritet, si mund të zhvillohet. Qelsat të interpretimit të historisë dhe mikrokozmosi ose njeriu si një mikrofigur e pasqyrimit të madh që është kozmosi i madh ose pafundësia e universit. Përveç shumë mësimeve, orëve dhe të gjitha aktivitetet që ju në fakt organizoni, po ashtu ka edhe shumë organizime të cilat mbahen në qendrën tonë, në qendrën tuaj, mirë po edhe jashtë qendrës, të themi në natyrë të hapur. Fjolla, na trego pak më shumë për organizimet të shumta aktivitete që organizoni ju si qendër. Po, atëherë krahas kursit të psikologjisë dhe filozofisë, që përmendi Agoni, që është, do të kisha thënë, themeli i shkollës, ne e quajmë shkollë filozofie, ofrojmë shumë shpesh aktivitetet të cilat u mundsohen të gjithë njerëzve, pa marrë parasysh nëse janë
pjesëtar të kursit ose antar të Akropolit të ri, që mund të vinë në një trajnim 1 ditor ose 2 ditor me tematika të ngjashme siç i ka dhe kursi, për shembull inteligjenca emocionale, arritja e pavarësisë, burimet e stresit që përmendi Agoni, pra tema të cilat rinia besoj se i ka shumë të kapshme dhe i ka të nevojshme për t'i fol ma shumë, për t'i njoft pak ma tepër, sepse besoj se shpeshherë kemi shumë mendime, ndjejmë shumë, kemi shumë emocione, por nuk i shprehim. Edhe besoj se Akropoli i ri mundson një qendër, një mundësi ku këto mendime të mund të shprehen, të mund edhe të njihemi pak më mirë, edhe të krijojmë atë që them një lloj komuniteti që ndan interesa të përbashkëta dhe interesi kryesor këtu është njohja e vetvetes. Njohja e vetvetes, kuptimi pak më mirë i vetvetes, kështu që do kisha thënë këto trajnimes që organizojmë ko pas kohe, që në shumicën e rasteve kanë qenë të ambientet që shifni po dhe jashtë, janë një mënyrë për t'u afru pak më tepër me rinin, edhe ajo pra që nuk ndjek si tush kurset që organizohen 2 herë në javë, si një kurs i zakonshëm. Dhe pastaj ato aktivitetet në natyrë, që kemi një organizim shumë të madh dhe shumë të rëndësishëm që mezi e presim të gjithë, që është kampi veror, që organizojmë, që është një aktivitet 5 ditor, plot aktivizëm, plot mësime, jo vetëm teorike, po më rëndësishmja në fakt që mësojmë këtu është që të gjitha këto mësimet që neve i marrim në teori, nevojitet që t'i praktikojmë, pra të shohim se si lidhen me jetën tonë, dhe ky kamp veror është një mundësi që të praktikohen nga mëngjesi deri në darkë këto mësime, është një mënyrë shumë e mirë e njohjes së vetes. Për mua ka qenë një zhvillim shumë i rëndësishëm jetësor, edhe ka marrë shumë mësime dhe vazhdoj edhe marrë, sepse siç tha dhe Agoni, nxënja e mësimeve besoj se nuk mbaron. Një njeri asnjëherë nuk pushon së mësuari, dhe kjo formë aktivizmi që vjen edhe pas orarit të punës, pra e mbush si tush ditën edhe jetën, do kisha thënë, me shumë pozitivitet, shumë aktivizëm, një vepër e dedikuar diku për një kauzë, do kisha thënë, shumë bukur, që është ndihma e të rinjve dhe ngritja e vetdijes së tyre, është diçka shumë e bukur. Kemi edhe aktivitete kulturore të shumta që organizojmë. Prej kohësh organizojmë her pas here klube libri, që kanë një synim, ka një libër konkret, ndoshta ndonjëherë është modern, ndonjëherë klasik, i cili lidhet me atë se çfarë ka nevojë rinia, dhe gjithashtu në këtë drejtim Akropoli i ri prej vitesh tashmë ka dhe botimet e veta, pra përkthen vepra të rëndësishme të fushës kryesisht të psikologjisë dhe vetnjohjes, dhe i sjell ato për lexuesin në shqip. Ndoshta më vonë edhe mund të bëjmë një prezantim të tyre shkurtimisht me insertet, po janë vepra shumë bukura që besoj se edhe në këtë mënyrë kontaktojmë me rinin edhe i aktualizojmë disa tema që, si tha Agoni, kanë qenë gjithmonë ka pas njeriu nevojë që të kuptoj se si ta njoh veten më mirë edhe si të jetoj më mirë, dhe t'i sjellim më afër lexuesit. Pra do kisha thënë me gjithë këto aktivitete që ne organizojmë krahas kursit të psikologjisë dhe filozofisë, mundohemi që të sjellim një kulturë të re dhe të përshtatshme për njeriu dhe sidomos për rinin sot. Pra një kulturë, një mënyrë jetese që është fiks ajo se çfarë bëjmë pas diteve, ajo se si e kalojmë kohën tonë të lirë. Pikërisht kur jemi edhe tek rinia, unë Agon dua të ditë të tregosh pak më shumë se sa janë të interesuar të rinj të gritin vetdijen e tyre, të njohin realisht vetveten, si do ta vlerësonit në fakt gjeneratën e re në qendrën tuaj, të cilët mundohen në fakt të balancojnë sfidat moderne dhe traditat e filozofisë. Normal, jetojmë në një kohë moderne, në një kohë ku ka shumë opcione, ka shumë oferta të ndryshme, dhe filozofia shpesh herë tek të rinj të perceptohet sikur diçka e vjetër dhe sikur diçka që ekziston vetëm në libra voluminoz, edhe diçka që nuk ja vlen të studiohet ose të preket. Por mund të themi që jemi të kënaqur me interesimin që ekziston tek të rinjt, por jo vetëm të rinjt, pasi që filozofia nuk është vetëm për një moshë të caktuar, filozofia mund të praktikohet dhe mund të mësohet deri në vdekje. Kështu që jemi shumë të kënaqur me interesimin
Pra ka vazhdimisht hapje të klasave të reja, grupe të reja formohen dhe kështu njerëzit përpiqen dhe vinë të mësojnë pak më tepër mbi ato temat që i përmenda më herët dhe kështu ajo automatikisht vetdia vjen si proces i nxënësisë që neve mësojmë dhe dikush aq sa përpiqet, aq ka edhe rezultate tek vetja që mund të mësoj, por natyrisht pastaj edhe tek rrethet në të cilin jeton, kudo që ndodh. Kur flasim për rezultate, unë jam shumë e sigurt që ti fjolla personalisht je që nga fillimet e Akropolit qendrës pjesëtare dhe vullnetare në këtë qendër. Më thuaj sa ka ndryshuar në fakt i gjithë ky rrugtimi juaj, si rezulton sot, si e shikon veten në vitet në fillim kur ke filluar dhe deri më tani që je më pjesëtare, mësuese ndoshta, po ashtu edhe pjesë i gjithë aktivizmit që organizohet këtu. Po, është shumë e drejtë. Unë kam gati 10 vjet që jam pjesë Akropolit, po aq sa dhe ka shkolla, pak më pak. Dhe mendoj se fal pjesëmarrjes time dhe aktivizmit tim të Akropoliri, kam arrit që të jem shumë një njeri që është shumë i orientuar në jetë. Domethënë që është shumë i sigurt në vetvete. Kam mësuar shumë për veten time dhe kjo që thash për shprehjen e mendimeve dhe emocioneve besoj se ndihmon shumë tek qetësia që ka dikush, për mua personalisht ka ndikuar shumë, fakti që ka një komunitet me cilin ndihesh rehat dhe është mbështetës, është shumë e rëndësishme, dhe fakti pastaj që kam gjetë realisht një vend ku aktivizmi im, ku ajo çka unë di, ajo çka unë mundem, gjen fiks atë vendin e vet, gjen synimin, pra si thosh, zbatohet dhe është i dobishëm për njerëzit që unë takoj, njerëzit që vinë këtu, dhe kështu me të vërtetë ndjej sikur ajo që bëj në fund të ditës gjithmonë kam bërë diçka të dobishme. Kjo është një kënaqësi, mund të them, që nuk ka çmim, nuk ka vlerë, është vlerë monetare ose diçka, po është një fitore e brendshme, një kënaqësi shumë përmbushje që po, kështu që do kisha thënë që këtë ka bërë dhe vazhdon të bën Akropoli për mua. Dhe sigurisht ka ndryshuar ato stadet kam ardhur në fillim si një interesuar te kursi, pastaj dal nga dal kam filluar që pjesën e vullnetarizmit realisht ta kuptoj dhe ta mishëroj vazhdimisht e më tepër, duke dhënë më të mirën që unë e di dhe sot e kësaj dite ashtu vijoj. Për fund të dua të di edhe për aktivitetin tuaj më të fundit në fakt, i cila është krijuar me zemër. Na informoni pak më shumë se për çfarë aktiviteti bëhet fjalë, kur do të merr pjesë dhe të gjitha informacionet që duhet t'i dinë të gjithë. Po. Atëherë krijuar me zemër është aktiviteti i radhës, me cilin ju ftoj me shumë kënaqësi. Do të jetë një aktivitet i dedikuar artit. Nuk do ketë shumë fjalë, dhe ndoshta filozofi teorike, po do mësojmë dhe do përjetojmë përmes artit. Do ketë punime me glinë, pikturime në vazo dhe gjëra të tjera të cilat do i lëmë surprizë, po ju ftojmë të merrni pjesë edhe me shumë kënaqësi besoj se do t'ja kalojmë shumë bukur me datë 26 prill në ambientet tona. Për më tepër mund të shihni rrjetet tona sociale, i keni të gjitha informacionet aty. Kjo qendër nuk është thjesht një hapësirë për ligjërata apo debate, është një shkollë e jetës. Sot më shumë se kur kemi nevojë për guxim për të menduar, për të ndjerë, për të vepruar ndryshe. Jo për të ndryshuar botën me një akt të madh, por për të ndezur një dritë të vogël brenda vetes dhe brenda komunitetit ton. Siç thot filozofi i madh Plotini, nuk jemi thjesht për të mbijetuar, por për të përmirësuar shpirtin.